Në jetë zgjedhim rrugë të ndryshme, por pavarësisht ku shkojmë, marrim me vete dhe pjesëza nga të tjerët. E errët dhe e frikshme është rruga pa dritën e sinqertë të miqësisë. Profeti i paqja dhe bekimi i Allahut të qoftë mbi të ka thënë: nëse dikush nga ju ka një fidan në dorë, dhe nëse shes se mbërrin dita e gjykimit, le ta mbjellë. Zemra e butë i mbyt mikrobet e urrejtjes, dhe shpirti i kënaqur me caktimin e Zotit i menjanon dëmet e mërzisë. Fatmirët, të cilët me sjelljen e tyre ndodhen në urdhrat e shpirtit, marrin udhë gjithmonë drejt pëlqimit të krijuesit, drejt virtytit dhe njerëzores. Buzullat e tyre shënojnë gjithmonë të njëjtën pikë orientuese, po ashtu edhe kaja e lëvizjes së tyre. Edhe nëse rrallë u ndodh ndonjë shmangje, me një pengesë të sinqertë e me një rënkim të thellë, i treten në shpirt mëkatet që u arretojnë zemrat dhe vazhdojnë rrugën e vet. Sa keq për jetën që kalon me keqardhje për të shkuarën. Keqardhja e shpenzon dhe humbi jetën pa vend. I mençur i thon atij njeriu që në kohë merr fitime të mëdha e së rri në vend. I pakuptuar i thon atij njeriu që në botë veç dëshpërohet për të shkuarën, aty ku rri në vend. O Allah, unë jam robi yt, i biri i robit tënd dhe i robreshës tënde. Udhëzimi im është në dorën tënde. Mbi mua zbulohet të vendimi yt dhe ti je i drejtë në gjykimin tënd. O Allah, të lutem me çdo emër që i ke dhënë vetes, bëje Kur'anin pranverë në zemrën time dhe dritë tek shpirti im. Bëje atë largues të dëshpërimit dhe të shqetësimit tim. Amin. E mira dhe e keqja i ngjajnë shembullit të monedhave false dhe atyre të vërtetave. Sado që monedha e falsifikuar të jetë përhapur dhe të ketë mbushur tregun, ajo që do të triumfojë është monedha e vërtetë. Të dështosh është më mirë se të mashtrosh. Duke pranuar egon e vetë si peshore për të gjitha sjelljet dhe qëndrimet e mira apo të këqija të tij ndaj të tjerëve, njeriu duhet të peshojë gjithçka me të dojë dhe për të tjerët atë që do për vete, dhe kur të mos e heqë nga mendja se sjellja apo veprimi që si pëlqen për vete, nuk u pëlqye as për të tjerët. Kështu, ai ka shpëtuar edhe nga sjelljet e këqija, edhe nga të bërit keq të tjerëve. Njeriu e urren një çështje në jetë, edhe pse përfundimi i mirë mund të jetë. Sa herë vështirësitë të jenë grumbulluar, e Allahu me ndihmën e tij të ka ndihmuar. I mençur, çdo fjalë ka kokë dhe fund. Kur flasin të tjerët, pusho ti sa mund. I urt i mençëm që kur nuk shket. Sa bgoj pa parë që tjetri s'po flet.
E pasi të kryet çështja, djalli u thot: "Vërtet, Allahu ju pa të dhënë premtim të vërtet, e unë ju pa të premtuar dhe ja, nuk e çova në vend premtimin ndaj jush, po nuk pata kurfar pushtetin ndaj jush, vetëm sa ju thirra në rrugë të gabuar. E ju më përgjigjet, pra mos më qortoni mua, po qortoni veten tuaj." Nisia dhe vllazëria e vërtet del në pa në ditë të vështira. Ai që nuk ndodhet pranë miqve e vëllezërve në ditë të vështira e çaste rreziku, s'është mik dhe s'është vëlla. Zoti thot në një hadith të shenjtë: "Unë jam mbreti i mbretërive dhe zemrave të mbretërve janë në dorën time." Mbretërit do t'i kthej në mëshirë për ata që mu bindën mua, dhe fatkeqësi për ata që nuk më binden. Mos e kaloni kohën tuaj duke sharë mbretërit, por pendohuni tek unë, i cili jam mbreti më i butë për ju. I dërguar i Zotit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, na mëson të lutemi: "O Zot, na mundëso dashurinë tënde, dashurinë e atyre që ti do, dhe me mundëso të bëj vepra që më çojnë tek dashuria jote." O birë, ka njerëz që thjesht shohin e dëgjojnë, por që nga kafshët shumë nuk ndryshojnë. Kur u ikë një pjesë pasurie e gërsohen, pasi kur t'u ikë gjithë feja, as pak zdritërohen. Kur pas ngjarjeve tragjike ti zemërohesh, kujto dhuntit e ti, e sigurisht do të qetësohesh. Koha nuk rri pa u rrotulluar, edhe gjendjet pa u ndryshuar. U plake, o bote shkret, sa po vjen, po ta të pjet. Lind e vdiq, po vjen një dit, shkretohesh mbetesh pa drit. As lënda, as trupa mbetën, pa dyshim, të gjitha u tretën. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: "Nuk i lejohet njeriu të qëndrojë i dhëruar me vëllain e vet më shumë se 3 ditë. E kur të takohet me të kthej kokën me njan. Më i miri prej tyre është ai që fillon me selam." Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: "Mos e urreni njëri tjetrin, mos keni smir ndaj njëri tjetrit, dhe mos ngrini kurthe ndaj njëri tjetrit, por bëhuni shërbëtor të Zotit dhe vëllezër." Rrobat e hipokrizisë janë të tëjdukshme, ndaj mos u mashtroni të visheni me to, sepse nëse i vishni, prapë mbeteni të zhveshur. Fëmia është një e kristalt, e cila pret të mbushet. Por para se të mbushet me sënde të kota e të panevojshme, është detyrë e prindërve që ta mbushin me të vërtetën. Asnjë prind nuk duhet harrojë se çdo të mbjellin tani, do të korrin më pas.